E përshëndesim zonjën Zeko, po shpresoj që për na dëgjon. Jemi në linjë të drejt për drejt nga kryeqyteti Prishtina. Ju falenderoj shumë për ftesën. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Atë kemi në Tiranë apo jeni diku tjetër? Në Tiranë. Kryeqyteti Prishtina ka motin e mirë sot, 16 gradë Celsius temperatura. Çysh e kemi atje Tiranën? Edhe këtu moti është i mrekullueshëm, atmosfera është e mrekullueshme dhe tani presin vetëm lajme të mira nga kombëtarja. Po shpresojmë që për ta bërë edhe më të bukur atmosferën. Patjetër, shpresojmë që do të kemi rezultate pozitive edhe Pranvera duhet të vinë me 2 gënzime normalisht tani, kështu që jemi në pritje. Atëherë, çfarë flitet në Shqipëri? Çfarë thuhet në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë për ndeshjen e ditës së nesërme? Atmosfera duket e qetë, kombëtarja u nis sot nga Shqipëria drejt Varshavës, ku do të luajë edhe ndeshjen e play-offit të kampionatit botror, ndeshjen gjysmëfinale, mbrëmjen e 26 marsit përballë Polonisë. Është një ndeshje e rëndësishme, nga më të rëndësishme të historisë së Shqipërisë, pasi siç e dim të gjithë që kjo ndeshje pret një bilet për të qenë në finale dhe pse jo të ndërojmë për finalet e kampionatit botror 2026 në Amerikë. Kështu që është një ndeshje shumë e rëndësishme, atmosfera është e qetë, është shumë premtuese. Dhe besoj që tashmë i mbetet vetëm stafi teknik dhe lojtarëve për të marrë vendimet e dura, për të bërë zgjedhjet e dura në momentin final dhe për të vënë qershin mbi tort kësaj mrekullie që është bërë që kemi shkuar në fazën e play-offit. Pikërisht për këtë, ju zonja Zeko, na tregoni pak atë ndjesinë që keni tani, sepse për shumë vjet keni qenë pjesë dhe vazhdoni të jeni pjesë e misioneve sportive, kështu që çfarë ndjesie keni, çfarë emocione po ju kaplojnë përderisa do ta kemi këtë kënaqësi nesër si për Shqipërinë, po ashtu për Kosovën, të shohim 2 ndeshje fantastike në të njëjtën kohë. Të ndalim fillimisht te Kosova, se ndeshja me Slovakinë besoj shumë tek kombëtarja e Kosovës, ka një kombëtare shumë të mirë, është gjithmonë në rritje. Besoj që Foda do të bëjë zgjedhjet e duhura dhe jam shumë e bindur që do të harrihet deri në fund me Kosovën, sepse ka një nivel të lartë dhe ka shfaqur një nivel të lartë futbollit. Besoj që do të jetë bukuria e botrorit, besoj që do të jetë hirushja e botrorit. Kështu që kam shumë besim te Kosova dhe uroj me gjithë shpirt që ta harrit ta kalojë edhe këtë pengesë të fundit për të qenë pjesë e kampionatit botror. Ndërsa ndjesia ime për kombëtaren është gjithmonë e njëjtë. Të gjithë jemi tifozë të kombëtares, të gjithë e duam Shqipërinë, të gjithë e duam kombëtaren, jam gjithmonë mbështetëse e kombëtares dhe jam gjithmonë mbështetëse alternativave më të mira për kombëtaren, janë gjithmonë ajo gazetarja që jam shprehur që duhet jemi fair në zgjedhjet që bëjmë, sepse këto zgjedhje përfaqësojnë kombin ton, përfaqësojnë dinjitetin ton. Jam pro kombëtares, po jam kundër disa zgjedhjeve që bëhen nga institucioni i futbollit që e konsideroj më tepër privat se sa kombëtar, kështu që jam mes këtij dyzimi në ndjesitë e mia, por gjithmonë me besimin që kombëtarja do të bëjë më të mirën për të qenë pjesë e botrorit. Unë kisha dashur pak të kaloj tek zonjat në Shqipëri, rreth futbollit, sa është interesimi atje nga zonjat, edhe si janë ekipet e femrave në futboll në Shqipëri. Tashmë, futbolli femrave po zhvillohet edhe në Shqipëri, natyrisht është një detyrim i UEFA-s për të qenë për të rritur edhe për të zhvilluar futbollin e femrave, prandaj edhe të gjitha klubet shqiptare tashmë kanë edhe skuadrën tyre të femrave. E kam ndjekur futbollin e femrave që në hapat e parë, ku disa president morën iniciativa shumë të rëndësishme dhe shumë të guximshme për të krijuar klube futbolli për femrat dhe i arritën qëllimin që të mobilizojnë dhe të krijojnë një plejad tashmë shumë të nderuar të vajzave të para futbolliste që kanë luajtur për skuadrat tona, por edhe për kombëtaren e Shqipërisë vajzave dhe besoj që është në rritje. Edhe pse po investohet shumë, unë e shikoj si një aneks të vogël në fakt të rëndësisë që ka futbolli, sepse në Shqipëri vlerësohet si një detyrim dhe jo si një ndjenje mirëfillte dhe jo si një traditë. Edhe pse tashmë ka disa vite që po ushtrohet ky lloj futbolli, ka shumë vështirësi, ka shumë problematika në Shqipëri, ka shumë
ende paragjykime për të motivuar dhe për të stimuluar vajzat që t'i afrohen dhe t'i bashkohen sportit të futbollit, që ende shikohet si një sport mashkullor. Prandaj them që duke u bërë puna e duhur dhe duke afruar afër vetes njerëzit e duhur që mund të ndihmojnë dhe të sensibilizojnë dhe jo të mendojnë që me disa takime, me disa dreka apo me disa blogere mund të arrijnë që të sensibilizojnë prindrit dhe familjet për të afruar sa më shumë vajza në këtë sport. Duhet vërtet që të bëhet një punë serioze, duhet të ngrihen programe të posaçme për të stimuluar femrën. Unë jam një grua që kam kontribuar shumë në këto 26 vite në gazetari edhe për fuqizimin e femrave në sport dhe në gazetarinë sportive nëpërmjet trajnimeve të shumta dhe di ku janë pikat kyçe dhe ku janë problematikat në Shqipëri, sidomos kur bëhet fjalë për afrimin e vajzave në sport. Ka shumë paragjykime, ka shumë familje që nuk duan t'i lënë vajzat e tyre që të bashkohen në këtë sporte të tipit mashkullor, kështu që duhet punuar fort dhe duhet gjetur njerëzit e duhur për ta bërë këtë gjë. Të gjithë në Shqipëri nuk janë gjithmonë njerëzit e duhur që bëjnë të caktuar në pozicione të caktuara. Këtu funksionon krejt ndryshe nga që ndoshta mund të funksionojnë në Kosovë. Këtu nuk funksionon shumë meritokracia, këtu funksionon më tepër miqësia, këtu janë më tepër militant, këtu ka njerëz të cilët nuk janë të kualifikuar për shumë pozicione që mbajnë dhe për këtë arsye, duke dalë jashtë profesionit dhe aftësive të tyre, krijojnë edhe ngërçe dhe problematika që lidhen dhe reflektohen pastaj edhe në instancat e tjera, pra në ekipet e futbollit apo në nivele drejtuese që ne kemi si në Ministrinë e Sportit, po ashtu dhe në nivele drejtuese të Federatës së Futbollit. E shikoj që gjërat konsiderohen si pronë, në Shqipëri shumë gjëra publike konsiderohen si pronë, çdo kush më tepër e ka mendjen të marrë sa më shumë në përpozicionet që kanë, se sa të japi një kontribut dhe të ndihmoj për të patur një të nesërme të sigurt me këtë sport të vajzave. Po, duhet ta kem prej anës tuaj edhe një mendim në aspektin e gjeneratave të reja, duke ditur se ka ndryshime shumë të mëdha, ka fokus të madh në teknologji, por si janë gjeneratat e reja në Shqipëri për të qenë pjesë të sportit, këtë rast, edhe vajzat, por që edhe djemt, për me kriju, sportistë të rinj në çdo aspekt, jo vetëm tek futbolli, por edhe shumë sportet të tjera. Të rinjt janë gjithmonë të apasionuar pas sportit. Njihni ju ndonjë të ri që nuk do që të bëjë një sport, pa diskutim që të gjithë duan. Disa kanë mundësi ta bëjnë sportin, disa nuk kanë mundësi ta bëjnë sportin, sepse në Shqipëri sporti bëhet me pagesë. Ju e dini që në ekipet e moshave në klubet shqiptare sportistët paguajnë që të jenë pjesë e tyre? Ndodh kjo gjë në Kosovë? Nuk e di nëse ndodh në Kosovë. Nuk e di. Nuk e di nëse ndodh në Kosovë, po në Shqipëri prindrit paguajnë që fëmijët e tyre të jenë pjesë e ekipeve të moshave. Pra, në vend që klubet e futbollit, akademitë e futbollit, strukturat e futbollit, federata e futbollit, ti simuloj këta fëmijë, ti ndihmoj, ti përkrahi, ti afroj, ti tu marri talentin dhe të stërvis në mënyrën e duhur, janë të detyruar prindrit që të paguajnë shuma të mëdha dhe të ndjekin këta fëmijë për vite me radhë dhe si përfundim në fund nuk do funksionoj meritokracia, siç nuk funksionon zakonisht dhe dikush do futet sepse ka një menaxher më të zotin, më të aftë dhe më pranë federatës dhe dikush tjetër do të qëndrojë jashtë këtyre ekipeve të para dhe do të ndihet i zhgënjur pas një kontributi që të madh që ka dhënë për sportin. Këtu nuk flas vetëm për futbollin, flas në përgjithësi për të gjitha sportet në Shqipëri. Por mund të ketë dhe fëmijë të talentuar, prindërit e të cilëve fatkeqësisht nuk kanë mundësi financiare që të kontribuojnë apo të investojnë tek fëmia e tyre, sepse më e rëndësishme është që të arsimojnë se sa ta bëjnë një sportist, nëse do të bëjnë një zgjedhje. Prandaj them që
strukturat e posaçme mos i harxojnë lekët ande këtej me projekte boshe, nga të cilat më tepër përfitojnë ata se sa përfiton sporti në vetvete, por të ndihmojnë vërtet ata fëmijë që kanë nevojë dhe të shikojnë ato talente të spikatura në çfarë do lloj sporti. Investojnë kaq shumë lek me Komitetin Olimpik për ekipet e shkollave dhe nuk shikoj asnjë sportist deri tani që të ketë spikatur në këto ekipet e shkollave. Nuk e di se si funksionon kjo, po di vetëm që harxhohen miliona euro për të bërë këtë lloj projekti. Nëse ky projekt do të ishte efikas, atëherë do të kishim një nivel të lartë të basketbollit dhe volejbollit në Shqipëri, gjë që nuk e kemi. Edhe pse në fush aty nuk funksionon leku, sepse aty duhet të ketë talent, duhet të ketë fëmijë të cilët bëjnë çdo gjë dhe bëjnë të pamundurën të mundur për të qenë sa më të mirë në fush, por që prindërit për fëmijët e tyre parimisht është ashtu siç thoni ju që në sport, në art dhe në shumë zhanre të tjera nuk funksionon leku sepse duhet të kesh aftësinë, por ju nuk e dini se sa larg mund të shkojë Shqipëria me lekun, se çfarë bën Shqipëria kur krije në dorë lekun. Kështu që mos e vini bas këtë gjë. Ju sugjeroj mos ta vini bas këtë gjë. Ktu kur ke lekun mund të bësh çdo gjë, mund të thyesh çdo gjë, çdo lloj barriere. Të paktën këtë kemi parë së fundmi. Dhe fatkeqësisht mua kjo më demoralizon shumë për të ardhmen e të rinjve shqiptar. Zonja Ankelejda, faleminderit shumë për këtë lidhje drejt për drejt dhe shpresojmë që nesër do të ndodheni të lumtur. Si nga Shqipëria, si nga Kosova. Ju uroj sukses Shqipërisë dhe Kosovës dhe juve emision të mbar. Faleminderit shumë.